Prej 11 ditësh blegtori Ardian Skëndera në njësitë administrative Levant të Fierit po përballet me një situatë tepër të vështirë ekonomike. Sasi të mëdha qumshti i kanë mbetur stok, pasi fabrikat e përpunimit kanë refuzuar ta grumbullojnë duke pretenduar se në të është konstatuar pranimi e alfa-toksinës. Përballë kësaj situate të rënduar dhe mungesës së tregut për produktin e tij, Skëndera është detyruar të reduktojë fermën ku brenda një periudhe 10 ditësh ka shitur vetëm 25 krer lop. Duke shkrir aktivitetin, po bëj 25 vjetë, po në lanë qumshin në vend. Në morën në erdhën gjerin datën 2 mars, morën qumshin e mëgjesit, ara 3 mbazite në marrin telefona i menagjerit, tha, nesës marrin me qumër, sa. Po pëse? Del aflatocina, problemi është aflatocinës. Marrim me ilacet e me gjitha, i kemi mëse normal ato, ja u edhim ato doza qaj u takon. I bëjmë analiza, i më thot mua del 007. Vete bëj analizë privat, më del 005.3, 03. Në më thëmë 3 viza lëviz në norma, që është e lejushme. Tek neve është me 0,5, si thonë këta. Kurse Amerika ka 0,11. Kush e mbledh, kush e grumbullon qumshtin? Fabrikës Erzenit. Që në data 2 mars gjeri tash mbi 11 ditë sot. Çfarë i bëni qumshtin? Poshtë kanal, ku ta çoj? Janë 780 litra qumësh në ditë. Kjo situatë ju ka detyruar që ti shisni pak ditë? Po. Sa keni shitur brenda një harku të kohër të sa ditëve? 25 kokë për 10 ditë. Sa keni ju të gjitha? Ishin 53 kokë lopë gjitha. Dhe në këto kushte të vazhdoni ti... Të jej të gjitha që duhe. Tjetër problematik, baza ushqimore, lagështira, çështjati? Të gjitha janë, po ikin dëm ja, si lagja ty po prishet, ashtë se do volumin, do lopët që ta shuja. Bari për gjitha tokat, të mbjellat gjithat. Pregatiteshin për fushatën, prapë për të vazhduar të ashtë, së nga bëjnë kratë më të vemi. Dhe i hoqëm me punëtorë, si mbajnim do të. U do venim, që do japnim. Po spunuam, në këto 10 ditë, unë kam mëja që 5 milion lek nga duart. Se ajo nuk do të di se ushit qumshi se që ushit, do të aj, do koncentratën, do silazhin, do të gjitha. Për sa vite është e ushtroni ju këta aktivitet? 25 vjetë. Mbi 20 vjetë kam me fabrikën e Erzenit, mëse normal, mëse korekt, djeri të shi na ollën në rrugë. Thanë s'duam më qumësh. Marin qumësh na jashtë, unë e tyre që bëjnë, nuk na intereson ajo punë. Pra të gjithë blegtorit e zonës janë penalizuar nga kjo? Komplet zona këtej. Merë në 2 veta vetëm. Merë 2 veta. Në gjithë zonë merë 2 veta. Jeni ankuar, keni vënë djeni ndonjë institucion? Ku do ankohesh? I thamë prefektit, bënim një takim me prefektin, në apriti po sumlollëm. Me shpresa se më të rëmen ata edhe më kthehen në marin. Kjo ishte punë. Qa në kesë do bësh tjetër? Pra jeni drejt falimentimit? Falimentova, jo drejt falimentimit, falimentova. 25 vjetë që po e bëj këtë punë, falimentova për 10 ditë. Por kjo situatë nuk prek vetëm një ferm. 10 blegtorë të tjerë në zonën e Levanit po përballen me të njëjtin problem, duke i dhënë një goditje të fortë sektorit të blegtorisë në këtë zonë të njohur tradicionalisht për prodhimin blegtoral. Vështirësitë nuk kufizohen vetëm te fermat e gjethit. E njëjta situatë po shfaqet edhe te bagtitë e Imta, ku numri i tufave ka pasur një rënje drastike gjatë viteve të fundit. Pas viteve 90, Levani konsideroi një nga zonat më të rëndësishme blegtorale të Myzeqes. Në atë periudhë numëroheshin rreth 40 tufa me bagtitë të Imta, ku secila kishte nga 500 në 700 krer. Sot, sipas blegtorëve të zonës, kanë mbetur vetëm rreth 5 tufa. Blegtori Nardi Murata e shpreh se një ndër arsyet kryesore të vështirësive është rritja e kostove të prodhimit të bazës ushqimore dhe çmimi i ulët i qumshit. Gjendja sot është shumë alarmante. Ne jemi në vështirësi shumë të mëdha, mbasi dimri që ka qenë 8 i lakshit, 4 muaj shi. Tani parcelat dhe na umbytën një herë nga shiu, balta, detyruam blejmë koncentrat, për shembull blejmë misra, blejmë jonxhera. Çmimi i jonxhës shumë ka arritur 10 deri në 12.000 lekë një ballë. Çmimi i misrit i ka kaluar 40.000 lekë kuntali, tani që dalim në treg ajo nuk ka më prodhim. Nga 10 mes i vjet, prodhimi pothuajse është gjysmuar. Nuk jemi në vështirësi shumë të mëdha. Kërkojmë mbështetje nga shteti, jo se nuk na kanë dhënë, po janë të pamjaftueshme. Shumë 12.000 lekë jep ai për një dele është e pamjaftueshme. Ne shikojmë të tjerët, sa marrin ata subvencionime. Ai duam dhe ne. Ne duam të ketë rritje të subvencionimeve. Mbasi me këtë, çmimi i qumshit në zonën tonë është shumë i ulët. Po ta krahasosh me zonat e tjera, aty është nga 1.500 deri në 1.600. Sot ne aktualisht merret me 1.200 lekë.
Cili është problemi që merret me 1200 lekë të neve? Në qoftë se ne i ka, për shembull kur kam ardhur unë këtu para 26 vjetësh që kam në Levans, edhe unë jam i ardhur, kishte rreth 40 tufa me bakti të imta. Sot mund të numërosh me gishtat e dorës. 5 deri në 6. Rënja është drastike, nuk vinë më nga Librazhdi, nga Skrapari, nga Gramshi. Nuk vjen më njeri. Po dalë që shikosh, për shembull, biles njëri para pak ditësh dëgjova nga Skrapari i kishte shitur delet. Dhe iku. Për shkak të dimrit, ta nuk mund të rezistoj dot më. Dhe iku. Dëmtime ka, për shembull, unë kam vetë dëmtime. 50 krerë për shembull mi vran, bënin gara me makina në rrugë, mi vran. Dhe sot e kësaj dite nuk ka marrë 1 lekë me shteti. U bë gjyqi me ata persona, unë nuk jam se çoç bëri ai për shembull, se mund ta bëj dhe unë atë dëmin. Po problemi është kush do më dëm shpërblej mua. Se mu dua të shpërblej për të vazhduar punën. Me se të vazhdoj punën? Do vetë të blej të tjera. Ato janë miliona lekë të hedhura. Tani, nga do vinë? Po s'më mbështeti. Unë jam i falimentuar. Në qoftë se do ketë rritje të subvencionimeve, do ketë edhe të rinj të hapin aktivitete pune. Në qoftë se nuk ka rritje, kjo është duke venitur. Dhe mund të themi që është drejt çdo kështë. Sipas blegtorëve, mungesa e subvencioneve të mjaftueshme dhe politikat e dobta mbështetëse po i detyrojnë gjithnjë e më shumë fermerët të braktisin blegtorin. Nëse kjo situatë vijon, ata paralajmërojnë se sektori në këtë zonë rrezikon të kuret edhe më tej, duke humbur një nga traditat më të rëndësishme ekonomike të Myzeqes.